Pa dyshim që të japësh jetën për Adeun dhe të shërbesh për të është një nga krenarit më të mëdha. Qoftë me një kontribut të vogël, qoftë me një të madh. Ajo që vërtet na bashkon dhe na bën vëllezër është të qenit shqiptar dhe dashuria kundrejt Adeut. Kur bëja pjesë në shërbimin ushtarak, më tepër se një detyrë e ndjeja si një motiv, një krenari të isha në krye të Adeut. Një lumturi ma pushtonte zemrën kur shija të stampuar flamurin shqiptar nëpër uniformat ushtarake. Sigurisht ishte një lodhje e madhe, por fakti që do të shërbeja për vendin tim ishte një motiv akoma më i madh. Një gëzim i pamat ma mbushte zemrën kur çdo ditë herët mëngjesi fillonte me himnin shqiptar, duhe respektuar me shumë dinjitet dhe shumë seriozitet. Në të kundërt, do më dukej sikur po shkelja mbi gjakun e atyre që dhanë jetët më parë për të na mbrojtur. Roli im në forcat ushtarake ishte komandant toge, me gradën reshter, tituj këto të cilat i mbaja me shumë krenari. Trajnohesha çdo ditë, përgatitesha çdo ditë. Më vonë, pas disa trajnimeve speciale, u përzgjodha për të shkuar në mision. Shumë të tjerë mund ta kishin bërë, por vetëm disa ja dolën, dhe për fat të mirë unë isha një ndër ta. Trajnimet u bën në repartin e forcave speciale komando. Do të shkoja në Bosnjë Hercegovinë me mision paqëruajtës në kuadër të SFOR-s. Një mision i kryer me sukses nga ana ime dhe ajo e kolegëve të mi, duke përfaqësuar me dinjitet forcat e ushtrisë shqiptare. Në atë kohë ndihesha shumë krenar, sepse ne arritëm të mbronim dhe të lartësonim emrin e vendit tonë. Pas plot 6 muajsh u ktheva sërish në Shqipëri, në këtë vend të bekuar, dhe për 3 vite punova si instruktor stërvitje. Ndihmoja që të rinjtë të trajnoheshin dhe aftësoheshin për të qenë gati në çdo moment. Kjo eksperiencë nuk ishte as pak e lehtë dhe nuk duhej të ishte e lehtë në fakt. Por përtej çdo lodhje, mësova gjëra të reja, mësova të bëhem më i aftë, por më e rëndësishmja, mësova të isha gati në çdo rast nevoje për të mbrojtur Adeun. Gjë që do vazhdoj ta bëj deri kur të shuhem e frym të mos marr, sepse ne jemi një komb i vogël që fati ka bërë mizori e padrejtësi, por që kurrë nuk ka shtypur zërin dhe krenarin. Dhe hapi i parë për të kontribuar për Adeun nuk nis nga bënja ushtar apo komandant. Ajo nis nga fakti se ti e do atë dhe je krenar për të.